Do të doja se është jena ofër ati procesit, inshallah do t'jenë një proces që dëshojnë gjithë populli i Kosovës, por PDK-ja, dhe shka më shqetëson mu, strukja dhe heshtja e partive opozitare. Se po hesht PDK-ja? Po hesht PDK-ja, për ashtu, i vetëmja parti që ka qëndrim të qartë, ka qenë aleancë, me qëndrimin e vetë që ka. LDK-ja dje filloj pak me me hynë. LDK-ja filloj dje pak, po themi, po zërat nuk janë uniform në LDK. Zoti Berat Ruki që sot ka deklaruar diçka shumë interesante. Janë dy çështjet pa negociueshme për LDK-n. Është bashkëpunimi listën sërbe, nuk bashkëpunohet, dhe çështja e gazit amerikan. Kjo është e pakalueshme për lidhjen demokratike. Ka përdo me ndërtuar kauz me gazin amerikan, dhe është mirë, këtë partit me vendos kusht. Jo, nuk është kauz, kjo është duhet jetë me vendos kusht. Po të duhet me kriju kauz. Po janë të qyrë si populiste, po kanë frikur për quim si kauz, duhet me qenë mision, edhe duhet jetë pika e parë, pa tjetër. Nuk po kanë gudzim, kërkojnë tjesë, po kështu këtë formë. O pedi, nuk kanë gudzim, e di pse, unë po që ditë nga pse madje, unë e poshtë, hala tjetër një ma tepër, se s'po do me formë, për letë e kërë me thonë që, një loj pa kuptimësies, mi thonë të shka ma tepër, dulem, po dalem, po i falendrojmë tash votusit për rezultatin që na tregoj Vjosa dhe Lumiri. Cilin rezultati ja u dha? Është imponem. Cilin rezultati ja u dha? Kjo dalje tregon imponem që ne jemi akoma këtu. Një rezultat pak më të pirë, mbase këtë pak më të pirë. Amerikan, kjo floskull, sepse për gazin Amerikan nuk vendos presidenti, vendos qeveria. Ne, për gazin tonë me vendos. Edhe populli, edhe presidenti, edhe qeveria, se cili. Po është në mundësi me të regu tash edhe hadë që na jemi ma pro-Amerikan, bëjmë këtë kusht, bëjmë anej këndej, po... Base prof se vendendosja është pozicionin e saj, ne kemi në programin tonë gazifikimin e qymyrit, këtë po e thonë. S'po thonë që ne do t'i bashkohemi një realisht